E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të sjellë pranë jush lajmet më të fundit, lëvizjet më të fundit dhe ngjarjet më të fundit. Jeni dëshmitar të asaj që ndodhi mbrëm. Jasmina Kadriu është banorja më e re e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Jasmina është me origjinë nga Dibra, njihet nga Përputhen, do me thënë ka qenë në Përputhen, është një vajzë që në Përputhen ka bërë një lloj show, por natën e mbrëmshme siç duket Jasmina kishte hyrë me pazare kundërdrejt Albës. Unë me njëherë si gazetar që jam, fillova të hulumtoj tek Instagrami i Jasminës dhe ajo që më ra në sy, ndoshta jam edhe gabim, ishte që Jasminës i bënte non-stop like Lim Hoti, do me thënë në Instagram. Tani unë nuk dua që të them që Jasmina ka patur lidhje me Limin, por që Limi i bënte like, do me thënë ato të dy njihen. Kanë një lloj shoqërie, le ta themi, ta vëjmë në thonjza nga jashtë. Tani, Jasmina kishte hyrë me pazare të papastruara me Albën. Gjë që do me thënë kishte hyrë me inatet kundërdrejt Albës. Mua nuk më duket normale, unë them që banorët të cilët përdorin këtë monedhën e djegin veten e tyre dhe fuqizojnë tjetrin, sepse Big Brother kështu ka funksionuar. Do me thënë, në qoftë se ti futesh që në momentin e parë duke e goditur tjetrin, ti automatikisht e ke fuqizuar atë. Automatikisht ja ke dhënë fuqin. Mbaj mend unë dhe Bledi kur pati hyrë në Big Brother VIP Albania 2, më kujtohet në para 2 vitesh, ka qenë në me thënë goditës kundërdrejt Luizit, hyri me atë pretendimin që do ta rezonte, do t'ja merrte lojën, do t'ja nxirrte atë maskën nga fytyra, që thonë që përdorin maska etj, por jo, përkundrazi, do me thënë përzjodhi që të del vetë nga shtëpia. Dhe kjo hyrja e Jasminës mbrëm, do me thënë unë jam kundër këtyre banorëve, sepse unë nuk kam gjë personale, komentoj lojën e tyre, do thënë jam kundër këtyre banorëve që hynë me vetbesim në lojë dhe pastaj do me thënë u duhet për 2 javë të largohen sepse vetbesimi i tepërt i djeg. Dhe në këtë rast, do me thënë Jasminën, realisht kundërdrejt Albës, e shoh të djegur. Alba njëherë është më stratege për këtë lojën. Alba mbrëm ka dhënë një përgjigje aq diplomatike sa që në fakt po të isha aty brenda i kisha futur llokum në gojë. Do me thënë, nuk e ofendoj, nuk është se e lartësoj Jasminën, por do me thënë e prezantoj në një mënyrë si gjasme, dikur kanë qenë pjesë e TikTokut në atë kohë kur Alba për një periudhë të shkurtër, imagjinoni si e tha, u bë pjesë e TikTokut, do me thënë e deklasoj me njëherë Jasminën me 2 fjalë. Dhe mendoj që banorët të cilët futen me këtë fuqi në këtë pikë të lojës, kur banorët brenda shtëpisë kanë ndërtuar me aleancat, kanë krijuar më grupacionet, do me thënë e kanë shumë të vështirë për të arritur që të krijojnë aleanca dhe të krijojnë dinamik, banorët e ri. Se flasim Jasmina ka hyrë pas 1 muaji, nuk ka hyrë në ditën e dytë. Pas 1 muaj brenda në atë shtëpi janë si një vit. Do me thënë ato krijojnë afrimitete, krijojnë aleanca, kanë njohur karakteret, i kanë kuptuar natyrat, kanë kuptuar mënyrën ku acarohen, do me thënë nuk është hyrja e Jasminës hyrja e fjollës, sepse fjolla hyri direkt në lojë. Por Jasmina nuk e shikoj që ka të kapacitetin dhe nuk e di se sa do t'i shkon, por kjo forma e urrejtjes dhe që duan të lajnë pazare nga jashtë brenda shtëpisë së Big Brotherit, mua nuk më duket në fakt njëherë në rregull edhe nga ana e produksionit kjo lloj tolerance, por siç duket Jasmina mund të ketë një inat, nuk është inati i shoqes, këtë nuk e vë fare në diskutim, jam i bindur që s'ka të bëjë shoqja këtu, po mund të jetë një inat që Jasmina ka nga pjesa me Limin, sepse Limi ishte një ndjekës i rregullt me lajka i Jasminës, ndoshta gocat e duan aq shumë Limin dhe mund të grinden për të, por do ta shohim si do të shkon në vazhdim, sepse gjithmonë gjarpri do nxjerrën kokën e vet thon, dhe besoj që këtu do nxirret koka sepse është bija brenda, është Alba, është Jasmina, do të thënë 3 persona që Limin e njohin. Kështu që do të shohim se si do shkon. Tash po hyri dhe Limi aty më bëhet nami, por Limi nuk është pjesë e këtij formati siç duket, sepse po shijonte momentet e tij për qefin e vet, po kënaqej. Si e pat juve hyrjen e Jasminës edhe të Albës?